Prekja është ajo që përcjell emocion, se pacienti fillimisht prandaj vjen tek ne, nga dhimbja që ka. E bukura është se trupi jon na flet kur jemi jo mirë. Pjesa manuale nuk del kurrë nga moda, por edhe me anën kuruese që është fizioterapia. Është një kombinim i fizioterapisë dhe masazhit relaksues për të punuar me tonifikimin e muskuleve. Përshëndetje dhe mirë se vini në episodin e radhës të Afërdita Estetik Spa Podcast. Sot do të flasim për masazhin manual, një nga teknikat më të vjetra e cila është përdorur që në Egjiptin e lashtë dhe ka një qasje edhe më të gjerë që po merr në vitet e fundit. Për këtë kam të ftuar një eksperte në fushën e fizioterapisë, Liridona Shala, dhe themeluese e Donart Clinic. Faleminderit Liridona që ke pranuar ftesën dhe që je këtu me mua sot. Faleminderit për ftesën, edhe është kënaqësi shumë e madhe. Për të gjithë që nuk e njohin ndoshta Donart Clinic dhe Liridonën, mund të na bësh një prezantim të shkurtër? Me kënaqësi. Unë jam një fizioterapiste për 12 vitesh, përveç pjesës së fizioterapisë edhe estetiste, edhe vitet e fundit, duke qenë se fizioterapia dhe estetika janë shumë të lidhura me njëra tjetrën, e menduam të krijonim një gjë të voçkël, që në fakt me sa po shoh ka krijuar një emër shumë të madh tani, Donart. Dona dhe arti Donës. Shumë bukur, është shumë zgjedhje e goditur në fakt edhe emri. Shiko, sot edhe unë po kam pak emocione, sepse është bukur kur je midis kolegësh, në fakt, edhe kur zgjedh të ndash eksperiencat edhe për publikun të këtyre viteve. Eksperienca jote është goxha e gjerë. Më beso. Eksperienca jote është goxha e gjerë. Në fakt 12 vite nuk janë pak në fushën e fizioterapisë dhe më bëhet qefi shumë, ta kam shprehur dhe më parë që Donart Clinic ka marrë emër dhe është i dëgjuar dhe ka bërë një diferencë në treg edhe pse në pak vite, në 2 vite që është themeluar. Po, është e vërtet, në fakt klinika ka 2 vite, por jemi munduar të sjellim eksperiencën e gjithë këtyre viteve që kam patur edhe unë, por edhe me stafin që kemi krijuar tani tek Donarti. Masazhet manuale janë pika jote më e fortë apo jo? Është një nga teknikat që përdor më së shumti në klinikë. Terapia manuale dhe mobilizimet në pjesë të caktuara të trupit është ajo gjë që më karakterizon jo vetëm mua, por edhe klinikën, paçka që kemi edhe disa pjesë të tjera të estetikës në klinikë. Edhe ne në fakt edhe pse në klinikën tonë e zhvillojmë me aparatura, por manualiteti ka qenë pjesë e pandashme. Është një nga terapitë më të kërkuara dhe që ndërthuret shumë bukur edhe me teknologjitë, edhe pse teknologjitë avancojnë me kalimin e viteve, por ndërthurja me manualitetin është gjithmonë që jep rezultatet më të mëdha. Prandaj doja që të flisnim pak më tepër për teknikat manuale. Është shumë e vërtetë në fakt, sepse masazhi ka qenë gjithmonë edhe duke u rikthyer që para shumë vitesh, qindra vitesh, prekja është ajo që përcjell emocion. Dhe prekja është po ajo që të çon drejt një shërimi, qoftë psikologjik apo edhe shërimit të trupit apo trupor të pacientit. Se kështu shprehim dashurinë edhe gjithçka tjetër. Kështu që njerëzit janë ndërgjegjësuar që tashmë sigurisht aparaturat kanë vendin e tyre dhe janë shumë të rëndësishme, por nëse nuk e prekim pacientin apo ta prekim pak fare vetëm tek shpatulla, nuk do kemi atë rezultatin 100% që presim gjithmonë. Si ndikon masazhi manual, po flas kryesisht për teknikat më relaksuese në pjesën e lëkurës edhe të indeve? Qëllimi kryesor i masazhit është që të rrisë qarkullimin e gjakut në një zonë që mungon, ose të bëjmë shkontrakturën e një kontrakture të caktuar në një zonë të trupit. Qëllimi është terapeutik, por pastaj shkojmë tek pjesa emocionale dhe çlirimit emocional të pacientit. Ka shumë lloje teknikash manuale, tek masazhet relaksuese, masazhet e forta, shkontraktuese apo në emra të caktuar siç janë suedezi për shembull apo sportivi. Por thellë të gjitha këto teknika kanë për qëllim, ka një pikë lidhse, sepse është prekja e vetë terapisit me prekjen e trupit të pacientit dhe çlirimi i këtyre problematikave që ka pacienti. Sigurisht kryesorja është kontraktura ose dhimbja, se pacienti fillimisht prandaj vjen tek ne, nga dhimbja që ka. Nuk vjen vetëm me qëllimin për të relaksuar apo të ndihem mirë me terapistin. Vitet e fundit kanë filluar që ndërgjegjësohen, pra njerëzit e kanë kuptuar që shumë rëndësishme
që përveç se të jenë mirë fizikisht, jenë mirë edhe nga ana psikologjike. Sa mirë do ishte ta kuptonin që një herë në javë është shumë e rëndësishme të bëjnë një 45 minuta masazh relaksues. Por edhe nëse nuk vi një herë në javë, të paktën një herë në muaj, po themi për shkak të kohës edhe jetës që bëjmë tani, të paktën një herë në muaj është shumë e rëndësishme për të trajtuar. Masazhet ndihmon edhe në çlirim, po ndihmon edhe nga ana e fizioterapisë, pastaj që sjell benefitet e tjera shëndetësore. E bukur është se trupi jon na flet kur jemi jo mirë. Ndoshta do ta kthej pak tek vetja, për shembull unë jam një nga ato persona që e kam edhe gjenetike të trashëguar pjesën e fryrjes së këmbëve. Trupi më flet në momentin që unë jam e lodhur, qëndroj shumë gjatë në këmbë për shkak të punës, të profesionit dhe më ndikon direkte në fryrjen e kyçeve të këmbëve dhe normalisht edhe dhimbja që pason. Zgjidhjen e kam gjetur me metodat manuale, fatmirësisht edhe i kam në klinik, por masazhi limfatik kryesisht është ai që më ndihmon shumë me këtë problematikë. Është shumë e vërtetë se duke qenë se jemi ngarkuar gjithë kohës e duke qëndruar në këmbë, trupi ta tregon, pra tregon që ka një problem shëndetësor, cilin ne duhet ta kurojmë. Ndryshe nga masazhi që rrit qarkullimin e gjakut edhe punon me kontrakturat, sistemi limfatik ose punimi i limfës në trup është shkret ndryshe pastaj. Me anë të trajtimit të masazhit ne presim të sjellim gjak në një kontraktur, ndërkohë që me sistemin limfatik ne duam ta largojmë edemën apo retensionin e ujit apo të fluidit që kemi në artikulacion në këtë rast. Sepse sistemi jon limfatik nuk ka as pompë, domethënë ndryshe nga sistemi i gjakut nuk ka pompë, kështu që lëvizshmëria dhe këto masazhet janë zgjidhja e vetme. Esenciale, domethënë nëse zemra sjell gjak në çdo pjesës të trupit ton, deri brenda qelizës, sistemi limfatik nuk e bën dot këtë gjë nëse ne nuk marrim frymarrjet e thella ose abdominale, që unë shpeshherë e them edhe në video që bëj, janë shumë të rëndësishme, dhe nëse ne nuk ecim, pra kontraktimi i muskulit, nëse ti e ndjen te kyçet e këmbëve apo tek pulpat, tregon që realisht qarkullimi i limfës duhet stimuluar, edhe problemi qëndron tek pulpat, sepse pulpat ose muskujt gastrocnemius janë ata që pompojnë limfën për në pjesën qendrore, pra në drenim të limfës në organizëm. Edhe pse i dëgjoj shumë shpesh këto nga vajzat e stafit që janë edhe ato fizioterapiste, është mirë ta dëgjoj prapë edhe ta bë edhe më shumë në zbatim. Edhe ne po ashtu, se punojmë gjatë gjithë ditës, por vjen ai momenti në fund pastaj që me vërtet jemi të ngarkuar. Megjithëse ka disa trike shumë të voçla, 5 minuta tek zyra apo në një nga dhomat, pak fare këmbët sipër edhe fillon dhe drenon. Ose frymarrje të thella. Po, do ishte luks pastaj. Megjithatë, përveç masazheve limfatike, ka dhe disa metoda të tjera që i ndihmojnë në personat post-kirurgjive, që kanë kryer kirurgji. Cilat janë ato raste ose ato metoda që ndikojnë edhe ndihmojnë në këto problematikë? Ka disa llojesh, por prapë qëndrojmë tek bazike, që është esenciale, që është drenimi i limfës. Pacienti postoperator mësohet se si të marrë frymë thellë me pjesën abdominale, sigurisht në varësi të kirurgjisë. Nëse është kirurgji abdominale, fillon edhe e mësojmë se si duhet bërë kjo lloj frymarrje me mobilizime, pra fizioterapisti shkon qoftë në pavion, qoftë në shtëpi tek pacienti dhe bën mobilizime të caktuara të muskujve dhe artikulacioneve, sepse sistemi limfatik nuk qarkullon dot ndryshe. Masazhi po ashtu, punimi manual i muskujve të caktuar dhe drenimi i limfës, që në fakt drenimi i limfës paçka vitet e fundit ose 2 vitet e fundit masazhet limfodrenuese janë on top, sigurisht, por ka 2 lloje drenimesh apo punimesh limfodrenuese, janë rimodelueset, që ndryshe quhen teknikat braziliane, që të ndihmojnë në drenim shumë të madh të trupit, që sigurisht një terapist i mirë janë më intensive, por një terapist i mirë e di deri ku duhet ta trajtojë pacientin, pra për mos e çuar në një dehidratim të organizmit apo dëmtim të veshkave. Ndërkohë që janë dhe drenimet limfatike nga një terapist apo fizioterapist, që të ndihmon shumë lehtësisht, pra duke prekur vetëm lëkurën në sipërfaqe dhe pompuar në artikulacione të caktuara për të bërë drenimin, pra për të mësuar trupin se si duhet ta bëj këtë drenim në mënyrë të shëndetshme gjatë ditës. Ju në klinik i keni të dyja metodat? Ne kemi vetëm pjesën terapeutike, sepse kemi aq shumë pacient që janë edhe postoperator, por edhe në jetën e përditshme,
që më tepër mundohemi t'i ndërgjegjësojmë që nga ana shëndetësore t'i ndihmon që t'jesh edhe bukur pastaj. Kështu që kjo është esencialja dhe mundohemi që t'i këshillojmë sa më shumë. Shiko, sistemi limfatik po na hyn në çdo temë që ne po mundohemi të prekim në fakt. Mendoj që është një nga sistemet kryesore që ndikon jo vetëm tek trajtimet e trupit, por edhe tek të fytyrës. Por pa kaluar tek trajtimet e fytyrës, do doja të ceknim pak edhe krijimin e celulitit. Është celuliti i butë i cili krijohet pikërisht për shkak të mos lëvizshmërisë së mirë të limfës dhe të akumulimit të tepërt të ujrave dhe toksinave në trup. Po, është e vërtet në fakt kjo që thatë. Celuliti lidhet shumë me mungesën e qarkullimit të gjakut, me mungesën e lëvizjes së fashave, tek ne vajzat më tepër tek zona e kofshës është. Tek djemtë shumë pak mund të kemi akumulim të celulitit, jo të masës djamore. Për shkak të gjenetikës. Për shkak të gjenetikës janë me fat. 70% do thoja është e krijuar për shkak të gjenetikës. Po, ka rol shumë esencial. Paçka që zona mezetare edhe europiane ka celulitin e ka në gen. Ne jemi më tepër të prekur me celulitin, ndryshe nga Amerika për shembull, ose pjesa e lindjes. Sa me fat ata? Janë me fat, por ne jemi prapë me fat se kemi llojin e ushqimit që na ndihmon nga sistemi kardiovaskular. Po e gjejmë në mënyrën për t'i trajtuar edhe të jemi bukur. Krijojmë afroditën edhe donartin. Po, të dyja së bashku bën një kombinim shumë të bukur. Celuliti lidhet edhe me mënyrën se si ne ushqemi, lidhet shumë me stresin, lidhet me faktoret edhe të brendshëm, por edhe të jashtëm. Dhe vim prapë te pjesa kryesore që terapisti është ai që bën një konsult nga ana shëndetësore fillimisht për pacientin, pastaj nga ana estetike se çfarë pret ky pacient apo çfarë ne mund t'i japim këtij pacienti. Shumë interesante për të ndarë në fakt me publikun, me ato që na dëgjojnë sot, është dhe pjesa e ndërthurjes manualitetit me pjesën e teknologjive. Ne i përdorim këto dy metoda dhe rezultojnë efektive, por kombinimi i manualitetit është i rëndësishëm, duke ditur që dhe celuliti në fakt është i lokalizuar deri në 3 deri në 7 mm thellësi në trupin ton, kështu që mendoj që prekja është ideale. Prekja është ideale, sidomos nëse e kemi në sipërfaqe, por do thoya që është shumë e rëndësishme dhe aparatura. Pra nëse kemi një celulit që është prej shumë vitesh apo është shumë thellë në organizëm, do ishte shumë mirë që pacienti të trajtojë nëpërmjet ultrasound apo radiofrekuencës, që janë aparaturat në këtë rast. Do ishte mirë që të trajtojë nëpërmjet mezoterapive, pra anës estetike dhe medikamentoze, sepse ka raste që celuliti mund trajtohet dhe me anë të medikamenteve, që në këtë rast merret një mjek estetik. Dhe trajtohet po ashtu dhe nëpërmjet një programi ushqimor. Sigurisht që kjo është një qasje shumë holistike për pacientin. Në Shqipëri deri para 3-4 vitesh nuk ka qenë kaq. Po sepse vinë bëjnë trajtime dhe kur janë jashtë pastaj edhe pse kanë marrë ato këshillat. Më beso të gjithë janë duke pirë alkool edhe duke ushqyer me ushqime që janë tepër të rënda. E kam bërë dhe unë këtë deri para shumë vitesh përsëri, por ndërgjegjësimi ka filluar. Ne në fakt nuk jemi as konsumues shumë të ujit, e shoh të gjithë që i pyes edhe klientët, po edhe stafin gjatë përditshmërisë, edhe veten time e gjej pasere të harroj, domethënë është kaq e rëndësishme. Kafes, më tepër. Është kaq e rëndësishme ato 2 litra ujë të paktën në ditë. Por nuk e kemi mendoj që duhet të bëjmë në çdo dhomë nga një notification që duhet të pish ujë. Uji është esencial për qarkullimin e limfës dhe të fashave. Zakonisht celuliti lidhet në një pjesë të madhe dhe me mungesën e lëvizshmërisë së fashave në zonën e kofshës më tepër ose celuliti tek pjesa e krave. Fasha që është nën lëkurë, që lidh çdo lloj muskuli apo çdo lloj organi që ne kemi në trup, është e rëndësishme që të ketë qarkullim likid, pra që në këtë rast është uji. Sigurisht ai uji që marrim në stomak nuk shkon drejt tek zona e celulitit, por nëpërmjet metabolizmit e ndihmon që të ketë qarkullim më të mirë. Ushqimet po ashtu, nutrientët, vitaminat dhe mineralet janë shumë të rëndësishme, që në këtë rast e ka pacienti sigurisht në dorë të kujdeset, pjesën tjetër pastaj e kemi ne si terapist. Qoftë me anë të mezoterapive, injeksioneve, aparaturave dhe manualisht, që pjesa manuale nuk del kurrë nga moda.
Përveç ndikimit që ka në pjesën e dukjes estetike, sa mirë na bën pastaj kur marrim këto rezultatet edhe nga pjesa psikologjike. Absolutisht. Na ndikon shumë, domethënë lidhja është e përmendëm edhe më parë, jo vetëm tek masazhet terapeutike, po edhe tek ato masazhet më relaksuese lidhen me sistemin nervor. Po e di çfarë më duket shumë interesante ajo lidhja midis në masazhet e shtatzanisë, se sa bukur ndikon lidhja midis nënës dhe bebit. Do të them diçka, zakonisht kur bëj këto trajtimet manuale me nënat në shtatzani, që sigurisht që ka edhe një lloj përkujdesi 3 muajt e parë apo 3 muajt e fundit me nënën, që mundohemi t'i bëjmë me shumë kujdes. Gjithmonë më qëllon që në mes të trajtimit nëna ndjen që bebi po lëviz. Edhe më thonë për shembull që nuk para lëviz shumë bebi, tani po lëviz, po kërcen. Them ka filluar të kërcisë, është duke u kënaqur nga duart e mia. Po, dhe kjo që këtu kuptojmë që realisht ka prekja përcjell dashuri, përcjell energji, qetësinë, sepse gjithçka trupi jonë është i lidhur me receptor nervor. Kështu që kjo lloj prekje dhe lloj energjie apo dashurie që ne i japim trupit ndihmon në përcjelljen e informacionit nga receptorët më periferik që kemi në zonën që po bëjmë trajtimin deri tek sistemi jonë qendror. Pra prekja lidhet jashtëzakonisht shumë me se më kujtove diçka shumë të bukur me këtë, edhe pjesën e refleksologjisë, ato pikat tek këmba jonë janë të lidhura drejt për drejt me një organ të trupit. Dhe ndikon, domethënë çdo prekje tek pjesa e këmbës me një problem apo dhimbje që mund të kemi në një pjesë tjetër të trupit. Ndikon jashtëzakonisht shumë tek shputa e këmbës, tek shputa e dorës, tek veshi, tek fytyra, po ashtu kemi pika refleksologjie, që unë punoj shumë, me thënë drejtën, me teknikat manuale të fytyrës, sepse ne jemi të mbushur me nerva. Dhe nervat nuk i kemi thjesht tek truri dhe brenda në organe, po i kemi kudo, siç janë dermatomet dhe miotomet pastaj, pra receptorët nervor në lëkurë apo në muskuj, për t'i stimuluar edhe nxitur më pas. Shiko, duke përpara se të nisnim podcastin, këto ditët përpara kemi folur dhe bashk pak mbi masazhet dhe tematikën që do të shtjellonim, dhe algoritmi i telefonit tim padyshim në këtë kohë jetojmë tani. E merr. E kishte marrë automatikisht. Duke u kthyer dje, isha në aeroport dhe më del një studim përpara që ishte kryer ditët e fundit. Nuk e di saktësisht ku ishte kryer, por ishte një studim i fundit që ishte bërë për masazhet lifting të fytyrës. Ishin marrë në studim 5 persona, 2 ishin burra dhe 3 gra të një grup moshe 29 deri në 37 vjeç, dhe ishin vendosur për të kryer masazhin manual lifting për një javë rresht në 2 herë në ditë. 2 herë në ditë, dhe më pas ishin bërë matjet se si ndikon masazhi lifting i fytyrës në trashjen e lëkurës, në strukturën e lëkurës, në morfologjinë e fytyrës tonë. Është shumë e bukur, por do doja që ti na tregoje pak më tepër si një eksperte e metodës SFL, por jo vetëm, edhe ndoshta një masazh lifting i thjeshtë. Ky ishte një masazh lifting i thjeshtë, totalisht, dhe sa mund të bëhet nga një person të japin efektin, absolutisht. E kam studiuar shumë mirë këtë artikullin. Janë 3 artikuj që e vërtetojnë, janë në mos ka bëj 2022-2023, se më është dashur për një prezantim që ta studioja. Është shumë e vërtetë që punimet manuale të muskulit çojnë në hipertrofi të tij, të fibrave muskulare. Dhe nëse është i njëjti studim, tregon që në zonën zigomatike jep të më tepër efekt dhe tek pjesa e nofullave në çlirimin e tyre më pas. Lëkura jon qëndron mbi muskull. Nëse muskuli jon humb volumin, ndikon drejt për drejt në rënien e elasticitetit të lëkurës. Pra lidhet shumë edhe me plakjen e lëkurës dhe me rënien e lëkurës, pra humbja e masës së volumit të muskulit. Kështu që punimet manuale, qofshin pastaj të targetuara apo teknika specifike, qoftë edhe diçka relaksuese, ndihmon shumë në tonifikim të muskulaturës. Është e vërtetuar, janë bërë studime, janë bërë matje, jo këtu në Shqipëri. Patyshim. Se duhen aparatura të caktuara që ta bësh dhe ti je i dedikuar vetëm për këtë gjë, por unë e shoh për kaq shumë vitesh, nëse do të thoya vetëm për SFL-n që 7 vite që aplikoj SFL-n dhe trajnoj më pas edhe terapist apo estetist, shoh një rezultat jashtëzakonshëm, aq sa shumë vajza që më përpara bënin botox dhe filler,
tani janë free fare nga injeksionet dhe tonifikojnë. Mëdha janë të krijuar për shkak të mimikës. Po, në përtitshmërinë tonë dhe ndikon jashtëzakonisht shumë në krijimin e rrudhave. Absolutisht. Po çfarë ka të veçantë metoda SFL? Ndryshe nga metodat e tjera. Sepse SFL-ja punon edhe me anën estetike të fytyrës dhe të muskujve, por edhe me anën kuruese që është fizioterapia. Është një kombinim i fizioterapisë dhe masazhit relaksues për të punuar me tonifikimin e muskujve apo kontraktuara të caktuara të tyre, që në këtë rast unë punoj me nofullën dhe shumë është e rëndësishme ta prek me nervin vagus, që prap dalim tek pjesa masazhit që pse relaksohemi me prekje, sepse ne ndikojmë në mënyrë të drejtë për drejtë me sistemin nervor nëpërmjet prekjes. Dhe duke qenë se nervi vagus është në zonën e qafës edhe lidh të gjithë organet esenciale të pjesës së brendshme të trupit tonë, ndikon shumë në relaksim të pacientit. Sa herë rekomandon që të kryejnë metodën SFL? Do thoja një herë në muaj të paktën për ta tonifikuar ose për të mirëmbajtur muskulaturën. Ndërkohë nëse kemi pacient që ka një rënje muskulare shumë të madhe apo kanë do thoya të nevojshme për të punuar muskulaturën, mund të bëhet edhe deri në 3 herë brenda muajit. Rezultati është me një herë i dukshëm pas përfundimit të seancës. Është me një herë i dukshëm, sigurisht që është mirë që të mirëmbahet në afat gjatë, që të jetë pastaj në afat gjatë i dukshëm, por që e dukshëm është me njerë qetësimi emocional i pacientit. Kjo është metoda jote e preferuar? E dashuroj me thënë drejtën, sepse më lidh shumë me pacientët, edhe ne nuk e kuptojmë se sa problematika kemi me fytyrën tonë dhe me trupin, deri në momentin që ne prekemi nga një terapist. Edhe duke qenë se nofulla është pjesa që ne mbartim trauma psikologjike apo fizike të trupit, duke punuar e ndihmon pacientin në të dy aspektet. Prandaj më pëlqen shumë. Metodën SFL edhe ne e përdorim në klinik, paçka se përdorim edhe teknologjitë, aparaturat apo dhe injeksionet. Do doja një këshill nga ty, si mund ta kombinojmë metodën SFL me teknika të tjera? Si teknik ju lejon që ose na lejon që ne të përdorim absolutisht edhe pjesën e aparaturave dhe të injeksioneve. Nuk zëvendëson asnjërin, por që të gjitha këto teknika realisht japin një efekt shumë të mirë. Do e sugjeroja që pjesën e aparaturave mund ta bëni nëse ka kontraktura pacienti, për shembull tek zona e qafës apo e nofullës, të shikoni që ka një rënje shumë të madhe të muskulaturës, të bëjmë aparatura që janë stimuluese dhe më pas si radiofrekuenca, endomasazhi, okay. Po, edhe ultrasoundi po ashtu ndihmon shumë. Më pas teknikën manuale për ta tonifikuar. Nëse do ta shoqëronim edhe me pjesën e mezoterapive, që është idealja, menjëherë pas SFL-s jep një efekt jashtëzakonshëm, sepse është rritur qarkullimi i gjakut, është relaksuar fasha, lëkura, kështu që e merr shumë më mirë pjesën e ushqimit së jashtme. Shumë faleminderit për këshillën. Faleminderit shumë. Dhe faleminderit për të gjithë informacionin, këshillat, sugjerimet që ndave në këtë episod. Ishte shumë kënaqësi të të kisha këtu. Faleminderit shumë ti. Faleminderit të gjithëve që ndoqët këtë episod dhe së bashku do të shihemi në episodin e radhës.